Edhe kështu tash janë do obligime atje që besa dhe taksat, përshëndetje atë kërë. Ishit së fundmi në Amerikë? Po. Po kom qenë pak në Dallas, në Chicago, në New York, në lëvizje. Ishit për punë, po besoj si gjithmonë, apo pak edhe për ndonjë vizitë, për shefe? Jo, për punë, po unë edhe kom shpinë atje, po dona vajza, ka dos me u këthy, me fëmi, me kretë, edhe kështu tash janë do obligime atje që besa dhe taksat, përshëndetje atë kërë. Ta një teme gjerë, ta shu hap me njerë. Tema edhe duhet mi pagu taksat fund vitit, është muj shkurt është, me thona fati para fundit për pagesën e këto, kështu që i shfridzojmë, i kërë shfridzu edhe levizjet, edhe për punë, edhe për biznis, edhe për mu barazu me shtetin Amerikan. Një jetë si mes dy kontinenteve, të themi gjatë tërkohës, jeni aktiv edhe ndej, edhe këndej. Ka diçka që ndoshta ju mungon kur jeni në Kosovë për Amerikës dhe anasjelltas? Kur jem në Kosovë dhe mu knaqen në Amerikë, kur jem në Amerikë dhe mu knaqen në Kosovë. Ne jem të lidhur, Kosova është vendi qëdetëshë. Me këtë problemet që i kemë, me këtë shkon në vendin më të mirë në botë, kur është një moment kur të bjenë menë, për miqë, për shokë, për gjithë shka që ka e kemë për rreth. Edhe thu, s'kam qare po këthy, unë e jam qashtu për veti, nuk më nalë asë një sen. Nështë ta përshkak vujtjeve që na lidhë gjithë shka, dhe jetën e kemi pas, gjeronat e jo në konë pak me e fështirë, edhe kemi pas vujtje dhe ty të lidhë gjithë shka, se kemi kalu për i fazës dvujtjeve, represionit, lufta, liria. Andër një 3 faza është një farë mënyre me fat me i kalu, edhe pse ka shumë ka pas probleme si jetë, na si kom i kemë pas shumë probleme, po ajo është një farë pasunia, masane, përmeq mu lirin, është një farë pasunia që kemi hjekë. Zdia po dim me shmu ajo, po... Po, çfarë mendimi keni ne si gjenerata më të reja, ndoshta që dhe nuk kemi përjetu periudat vështira, apo dim me shmu këtë liri që kemi sot, ndoshta jetën që na afron sot Kosova në krahasim, ndoshta me bëj një krahasim me fëmirin apo rinin tuaj të dikoshme dhe gjitha ato faza të vështira që i keni kalu që i përmendet, përgjithësi si kam. Po, unë mendoj keni ju ka shku në dam, interneti ju ka bo dam, për arsye se ja keni dhonë jetën internetit, edhe sot ti mund është me marrë me lezu një liber parathonin. I ki kretë librat e mundshme në internet, hinë Google atje, ta zonë qa ka bo që kjo kështjela Ismail Kadares, ta kalzon prallën që tu, por nuk është libri e qajtë, si ki lezu librin. Ose për gjdo informat, mrena sekonda unë është me marrë. Mirë po. Për mu marru pitja, do të baja ki brumi e, do të shumë sene, kështu që unë mendoj që është një gabim i madh, nuk është e Kosova. Kjo është problem botnor, global, me fjalë tjera, për arsye se çdo gjë ju shlon dorë internetit. Për shembull, i ki informatat saqit ta bëni fal demelie. Apo kupton për shembull ti ke shku në New York, unë dosh me këshyr rrugën ku ko me shku, çka ko me bota është futës e lena të navigacionin edhe ti faktikisht për demelon vetën, nuk po jap të rumit të ushqim.